Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike ka hyrë në ditën e 48 me organizatorët që deklarojnë se lëvizja do të vijojë pa afat. Qytetarët janë mbledhur sërish në sheshin Skënderbej dhe kanë marshuar drejt kryeministrisë, duke përsëritur kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët kanë deklaruar se nuk do të ketë negociata dhe se protesta do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe klasës politike ka vijuar edhe këtë ditë duke shënuar ditën e 48 të tubimeve të njëpasnjëshme në kryeqytet. Qytetarët janë mbledhur në sheshin Skënderbej nga ku ka nisur marshimin drejt godinës së kryeministrisë, duke përsëritur thirrjet për ndryshim politik dhe institucional. Organizatorët kanë bërë apel për pjesëmarrje sa më të gjerë, ndërsa kanë theksuar se kërkesa kryesore e protestës mbetet largimi i kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimi i klasës politike, të cilën ata e akuzojnë se ka qeverisur vendin prej më shumë se 30 vitesh. Gjatë tubimit të mëparshëm, protestuesit kundërshtuan edhe atë që e cilësojnë si tentativë për ndryshim sipërfaqësor brenda mazhorancës, duke deklaruar se qytetarët nuk kërkojnë thjesht zëvendësim figurash, por ndryshim të thellë politik. Një nga momentet më të spikatura të protestës ishte pjesëmarrja e një grupi studentësh të veshur me pelerina diplomimi, të cilët përcollën mesazhe se ardhmja e vendit lidhet me qëndrimet e të rinjve në Shqipëri. Edhe këtë herë pankartat dhe sloganet ishin pjesë e rëndësishme e protestës. Qytetarët mbajnë mesazhe kundër qeverisë, opozitës dhe klasës politike, ndërsa brorit të thirrjes si Shqipëria kërkon revolucion, Shqipëri e re dhe Rama jep dorëheqjen. Pas 48 ditësh protestash të përditshme, organizatorët kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, duke i bërë thirrje qytetarëve të bashkojnë lëvizjes deri në realizimin e kërkesave të shpadhura prej tyre. Nga korriku, bizneset e vogla dhe të mesme që synojnë zgjerimin e aktivitetit do të mund të aplikojnë për kreditë garantuar nga shteti me afatshlyerje deri në 10 vite dhe interes të reduktuar. Kryeministri Edi Rama deklaroi se skema do të shoqërohet me një task force që do të ndihmojë sipërmarrjet në përgatitjen e dokumentacionit. Ai paralajmëroi se fondi nuk do të jetë i aksesueshëm përmes skemave abuzive nga kompanitë e mëdha. Bizneset e vogla dhe të mesme do të kenë në dispozicion një mekanizëm të rifinancimit për zgjerimin e aktivitetit të tyre. Nga muaji korrik, sipërmarrjet që synojnë dyfishimin e kapaciteteve do të mund të aplikojnë pranë bankave të nivelit të dytë për kredi me garanci sovrane. Skema parashikon kredi me afat shlyerje deri në 10 vite, me interes deri në 3%, ndërsa garantuesi huas do të jetë qeveria shqiptare. Dua të them që programi ka një tavan për 2 milion euro, që është një shumë e konsiderueshme, dhe do të ketë të gjithë mbështetjen tonë dhe të gjithë vëmendjen tonë në mënyrë sistematike. Për këtë arsye ne kush ka një ide, plan, të ulet, ta shkruaj, ta aplikoj dhe të marrë leje deri në 2 milion euro, me 7% kolateral të garantuar nga qeveria dhe me 2 deri në 3% normë interesi. Për të lehtësuar aksesin e bizneseve në këtë program, kryeministri Edi Rama bëri të ditur se do të krijohet dhe një task force në bashkëpunim me partnerë të tjerë. Do të bëjmë një task force, e cila do të jetë përbërë nga përfaqësues të qeverisë, të UNDP-s, edhe të shoqatës së bankave. Kryetari i shoqatës, për shembull, do ishte shumë i mirëpritur të ishte pjesë e kësaj task force, për të analizuar në mënyrë periodike rezultatet dhe për të parë ku programi ka nevojë për ndërhyrje dhe ku ngec, dhe për të parë pastaj se për cilën bank duhet t'i drejtohemi guvernatorit që të përdori shkopin, sepse ka rrotën e di vetë dhe përdor rregullisht në banka. Rama theksoi se fondi do të jetë i orientuar drejt bizneseve që synojnë rritje reale dhe jo drejt kompanive të mëdha që mund të tentojnë të përfitojnë përmes mekanizmave formal. Ai përjashtoi gjithashtu nga skema disa kategori biznesesh, duke përmendur në mënyrë të veçantë fasonerin, të cilën e cilësoi si një model ekonomik të së kaluarës. Koha kur krau i lirë i punës ishte avantazh konkurrues ka vdekur, ka kohë që ka vdekur, dhe sa më shumë të bashkëjetoni me të vdekurin, duke dhënë ushqyer vete me iluzionin që do ngjallet, aq më shumë koha do t'u lërim mbrapa.
Gjatë prezantimit të programit Dyfisho biznesin tënd, kryeministri u ndal edhe të debatet mbi situatën ekonomike dhe shqetësimet e sipërmarrjeve të prekura nga zhvlerësimi i euros. Në një replik me një nga të pranishmit, i cili ngriti shqetësimin se programi nuk adreson problemet e bizneseve që po përballhen me humbje nga kursi i këmbimit, Rama argumentoi faktorët që kanë ndikuar në këtë situatë. Ekonomistët popullor që forcimin e lekut e lidhin me narkoregjimin. Një banalitet absolut, që nuk e mbështet dot në asnjë lloj teorie reale ekonomike. Forcimi i lekut është sukses i ekonomisë shqiptare. Nuk është absolutisht diçka për të vënë kuje. Është sukses, është një nga treguesit më kokfort të suksesit tonë. Kryeministri hodhi poshtë dhe akuzat se forcimi i lekut dhe zhvillimet ekonomike lidhen me pastrimin e parave, duke sjellë argument vlerësimet dhe raportet e institucioneve ndërkombëtare për Shqipërinë. Sepse nëse do të ishte e vërtet, do të ishte një alarm që nuk do vinte nga kanalet e informimit si ata që i bien violinës me vesh, po do vinte nga kanalet institucionale të organizmave ndërkombëtare, financiare që ndjekin ekonominë tonë me lupë. Forcimi i lekut dhe zhvlerësimi i euros vijojnë të jenë në qendër të debatit politik dhe ekonomik. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku thotë se kursi aktual i këmbimit nuk reflekton rritje të prodhimit apo të produktivitetit, por po dëmton sektorët që sigurojnë të ardhura në valutë. Sipas saj, pasojat më të mëdha po ndihen te eksportuesit, bujqësia, fasoneritë dhe familjet që varen nga të ardhurat nga emigracioni. Rënja e euros përballë lekut po shndrohet në një debat të ri politik për gjendjen e ekonomisë shqiptare. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku ka ngritur shqetësimin se zhvlerësimi i valutës europiane nuk është treguesi i një ekonomie më të fuqishme, por po krijon vështirësi për disa prej sektorëve kryesor të vendit. Në një reagim publikuar në rrjetet sociale, Tabaku kundërshtoi interpretimin se një euro në nivele të rreth 93 lek është rezultati i rritjes ekonomike dhe forcimi i kapaciteteve prodhuese. Sipas saj, kursi këmbimit nuk lidhet me arritjen e prodhimit, përmirësimin e produktivitetit apo zgjerimin e eksporteve, por po ndikon drejt për drejt tek bizneset dhe familjet shqiptare që operojnë me valutë. Vlera prej 93 lekësh që ka kapur euro ditët e fundit nuk vjen as nga një prodhim më i sofistikuar, një rritje e ekonomisë prodhuese, as nga rritja e produktivitetit, as nga rritja e eksporteve, e nuk ka asnjë shpjegim logjik ekonomik për këtë. Po le të bëjmë pak llogarit kush fiton e kush humb në këtë rast. Një biznes i cili faturon në euro, e turistët mund të paguajnë në euro, po ndërkohë që i ka të gjitha shpenzimet në lek, sigurisht që humb. Bujqësia humb, eksportet shqiptare humbin, fasoneria humb, prodhimi humb. Familja shqiptare humb, sepse është fakt sot që shumë familja shqiptare jetojnë me të ardhurat që vijnë nga familjarët e tyre që fatkeqësisht janë larguar nga vendi. Ekonomia shqiptare është duke humbur nga zhvlerësimi i euros. Prodhimi shqiptar është duke humbur nga zhvlerësimi i euros. Bujqësia shqiptare është duke humbur nga zhvlerësimi i euros. Ajo kërkon një ndërhyrje strategjike për mbështetjen e sektorëve prodhuese dhe mbrojtjen e shtresave të prekura nga luhatja e kursit të këmbimit. Sipas saj, situata është pasojë e modelit ekonomik të ndjekur nga mazhoranca socialiste, e cila sipas opozitës nuk ka krijuar bazë të qëndrueshme për rritjen e prodhimit vendas. Një operacion i policisë kufitare shmangu një tragjedi në ujrat pranë Vlorës ku 11 emigrantë të huaj kërkuan ndihmë pasi mjeti i tyre lundrues mbeti në vështirësi. Të gjithë u nxorën shëndoshë mirë në breg dhe morën ndihmën e parë, ku hetimet po vijojnë për të zbardhur rrethanat e këtij udhtimi të palishëm drejt Italisë. Një udhtim i palishëm drejt brigjeve italiane rrezikoi të përfundonte në tragjedi për 11 emigrantë të huaj, të cilët mbeten në vështirësi në det dhe kërkuan ndihmë përmes sinjalit SOS. Alarmi u dha në orët e para të mëngjesit kur policia kufitare u njoftua për një gomone që ndodhej rreth 8 milje larg grykderdhjes së lumit Vios. Menjëherë në drejtim të zonës u nisën 2 mjete të policisë kufitare, të cilat lokalizuan mjetin lundrues dhe bën të mundur shpëtimin e të gjithë personave që ndodheshin në bord. Pas mbërritjes në triport të Vlorës, emigrantëve ju ofrua ujë, ushqim dhe ndihma e nevojshme, pasi sipas dëshmive të tyre kishin kaluar një kohë të gjatë në det në kushte të vështira. Mes të shpëtuarve janë 5 shtetas nga Bangladeshi, 3 nga Pakistani, 1 nga Afganistani, 1 nga Haiti dhe 1 nga
Liberia. Ata udhtonin me një gomone rreth 2.5 metra të gjatë, një mjet i papërshtatshëm për të transportuar 11 persona dhe për të përballur lundrimin në det të hapur. Sipas autoriteteve, ndërhyrja e shpejtë shmangu pasoja të rënda në një kohë kur kushtet e detit po përkeqësoheshin dhe rreziku për jetën e migrantëve po rritej. Pas operacionit të shpëtimit të 11 emigrantëve të shoqëruar në komisariat, ku po kryejnë procedurat e identifikimit dhe marrjes në pyetje, ata kanë deklaruar se destinacioni i tyre ishte Italia, ndërsa organet ligjzbatuese po hetojnë për të zbuluar organizatorët dhe rrethanat e plota të këtij udhëtimi. Gjykata e posaçme shtyu për në 11 shtator shqyrtimin e kërkesave paraprake të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj në procesin për koncesionin e sterilizimit. SPAK kundërshtoi të gjitha 22 pretendimet e mbrojtjes, duke i cilësuar të pabazuara në ligj. Beqaj këmbguli se gjatë hetimeve janë cënuar të drejtat procedurale dhe se një pjesë e provave nuk duhet të merren në konsiderat. Procesi gjyqësor ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj për dosjen e njohur si sterilizimi është shoqëruar me debate mes së mbrojtjes dhe prokurisë së posaçme mbi vlerësimin e provave dhe procedurave të ndjekura gjatë hetimit. Në seancën e kësaj të premte, SPAK kundërshtoi 22 kërkesa paraprake të paraqitura nga mbrojtja e Beqajt, duke argumentuar se pretendimet e ngritura nuk mbështeten në ligj. Mes kërkesave të ish-ministrit ishte dhe shpallja e pavlefshme e kallëzimit të bërë nga Nisma Thurje, si dhe kundërshtimi i të tij si provë në proces. Beqaj ngriti gjithashtu pretendimin lidhur me mungesën e kontratës origjinale të koncesionit, duke argumentuar se kjo cënon bazën e akuzës, e cila sipas tij mbështetet pikërisht në përmbajtjen dhe zbatimin e kësaj kontrate. Gjatë seancës, ish-ministri deklaroi se gjatë fazës së hetimeve janë shkelur të drejtat procedurale dhe vuri në përkpyetje mënyrën se si është administruar kallëzimi ndaj tij. Organi i akuzës pranoi se në fazën e hetimeve më janë shkelur të drejtat procedurale. SPAK pranoi se kallëzimi bazohet në pyetje. Ka kallëzim me pyetje? Prandaj duhet të refuzoj. Nuk më përgjigjet pse mi keni shkelur të drejtat. Një dokument që nuk mban firmën time mund të përdoret kundër meje. Nga ana tjetër, mbrojtja kërkoi kohë për të njohur me argumentet e paraqitura nga SPAK. Edhe trupi gjykues vendosi të mos shprehej në këtë fazë mbi kërkesën e palëve, duke shtyrë seancën e radhës për datën 11 shtator në orën 11. Ilir Beqaj po gjykohet në dosjen e sterilizimit për veprën penale të vjedhjes, duke shpërdoruar detyrën dhe pjesëmarrjen në grup të strukturuar kriminal. Ndërkohë ai vijon të qëndrojë në masën e sigurisë arrest me burg edhe për një procedim tjetër penal që lidhet me çështjen sa SPAK. Një oficer i policisë së shtetit është sulmuar mbrëmjen e së Entjes në Saran në një ngjarje që dyshohet të lidhet me detyrën e tij. Pas incidentit, policia zhvilloi një operacion të gjerë në qytet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Hetimet vijojnë ndërsa janë sekuestruar edhe pamjet e kamerave të sigurisë. Një incident i rëndë është regjistruar në qytetin e Sarandës, ku oficeri i policisë Mihal Velço është përfshirë në një konflikt fizik me disa persona, të cilët dyshohen se kanë sulmuar për shkak të detyrës së tij. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi në lagjen numër 3, teksa oficeri po lëvizte me motor. Fillimisht ai është ofenduar dhe kërcënuar nga një grup personash, ndërsa më pas situata është përshkallëzuar në një përplasje fizike mes palëve. Pas marrjes së njoftimit, policia e Sarandës organizoi një operacion të gjerë kontrolli në të gjithë qytetin, i cili zgjati deri në orët e para të mëngjesit. Gjatë aksionit u ushtruan kontrolle në banesa, lokale dhe ambiente të tjera publike, ndërsa disa persona u shoqëruan për t'u marrë në pyetje. Burimet hetimore bëjnë me dije se autorët e dyshuar janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim, ndërsa hetimet po vijojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Vetë oficeri Mihal Velço ka deklaruar se nuk ka njohje apo lidhje me personat që e sulmuan, ndërkohë grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, të cilat pritet të ndihmojnë në zbardhjen e dinamikës së konfliktit. Sipas informacioneve paraprake, përplasja ka qenë e shkurtër dhe nuk ka shkaktuar dëmtime serioze, pasi palët janë larguar me një herë pas incidentit. Gjykata e posaçme e apelit ka rikthyer në burg Ilir Selmanin duke lënë në fuqi dënimin me 28 vite heqje lirie. Ai akuzohet se si pjesë e grupit kriminal të Leonard Dukës ka marrë pjesë në ekzekutimin e ish-policit Santiago Malco. Vendimi vjen rreth një muaj pasi Selmani ishte liruar nga paraburgimi dhe ishte vendosur në arrest shtëpie për shkak të tejkalimit të afateve procedurale.
Ilir Selmani rikthehet në qeli pas vendimit të gjykatës së posaçme të apelit, e cila konfirmoi dënimin për 28 vite burg për përfshirjen e tij në vrasjen e ish efektivit të policisë Santiago Malco. Sipas akuzës, Selmani ishte pjesë e një grupi të drejtuar nga Leonard Duka, i cili dyshohet se organizoi atentatin ndaj Malcos, i konsideruar si bashkëpunëtor i afërt i Ervis Martinajt. Procesi ndaj Selmanit u rigjykua pasi gjykata e lartë fuqizoi vendimin e mëparshëm dhe urdhëroi shqyrtimin e çështjes nga një trup tjetër gjykuese. Gjatë muajit qershor, apeli vendosi ta nxjerrë nga paraburgimi dhe ta linte në arrest shtëpie, duke konstatuar te kalimin e afateve të paraburgimit. Për këtë arsye ai mori pjesë në seanca të gjyqësore në shoqërinë e policisë, ndërsa në seancën ku u shpall vendimi nuk ishte i pranishëm. Në të njëjtën ngjarje kriminale, gjykata e posaçme ka dhënë më herët dënime edhe për 5 persona të tjerë në një total për 130 vitesh burg. Leonard Duka u dënua me 30 vite burg heqëlirie, ndërsa prokuroria e posaçme e konsideron atë dhe të vëllain e tij organizator të grupit kriminal, edhe pse ky fundit u shpall i pafajshëm. Ndërkohë, Fatmir Hyseni, Alexander Maxhaku, Dritan Agaj dhe Oltion Loga janë dënuar secili me nga 25 vite burg. Sipas PAK, ata ishin pjesë e grupit kriminal rival të Ervis Martinajt, emri i të cilit figuron i zhdukur që prej gushtit të vitit 2022 dhe mbetet një nga personat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Policia ka arrestuar në Korçë 22 vjeçarin Edison Agolli, vëllain e autorit të dyshuar të plagosjes së Brian Syzos në Pogradec. Ai akuzohet se ka bashkëpunuar në atentatin e 30 qershorit, ku Syzo u shëllua me armë zjarri teksa ndodhej në automjetin e tij. Hetimet kanë zbuluar se Agolli dyshohet se ka pasur rol edhe në monitorimin e lëvizjeve të viktimës përmes një kamere pranë burgut të Drenovës. Një tjetër person është arrestuar në kuadër të hetimeve për plagosjen me armë zjarri të Brian Syzos në Pogradec. Bëhet fjalë për 22 vjeçarin Edison Agolli, vëllai i Nikola Agollit, i dyshuar si autori i sulmit të ndodhur në 30 qershor në zonën e njohur si Fortesat në hyrje të qytetit. Sipas hetimeve të policisë, Edison Agolli ndodhej së bashku me vëllain e tij dhe 2 persona të tjerë në momentin kur dyshohet se u tentua ekzekutimi i Syzos. Për këtë arsye, ndaj tij rëndon akuza e vrasjes me paramendim për interes dhe hakmarrje mbetur në tentativë dhe e kryer në bashkëpunim. Ngjarja ndodhi kur Brian Syzo u qellua me 2 plumba në këmbë ndërsa ndodhi në makinën e tij. Për shkak të dëmtimit të një ene kryesore gjaku, ai u transportua me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë, ku mori ndihmë mjekësore. Hetuesit dyshojnë se roli i Edison Agollit nuk lidhet vetëm në momentin e sulmit. Sipas akuzës, ai dyshohet se ka qenë i përfshirë edhe në vendosjen e një kamere pranë burgut të Drenovës me qëllim vëzhgimin e lëvizjes së Brian Syzos. Ndërkohë, krahas arrestimit të Agollit, autoritetet kanë proceduar dhe vetë Brian Syzon. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi një vendim të gjykatës së Pogradecit të vitit 2023 për akuzën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, për të cilën Syzo është dënuar me 3 vite e 4 muaj burgim. Hetimet për plagosjen vijojnë për të zbardhur të gjithë dinamikën e ngjarjes, rolin e secilit prej personave të përfshirë dhe motivet që çuan në atentatin e mbetur në tentativë. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka dënuar nga Washingtoni deklaratat e ministres serbe Snežana Paunović, duke cilësuar të papranueshme dhe të rrezikshme për stabilitetin rajonal. Në ministerialen e thirrur nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, ai bëri thirrje për refuzimin e çdo retorike që nxit tensione në Ballkan. Gjatë vizitës, Hoxha zhvilloi edhe një takim me ministrin e jashtëm të Kosovës, Glau Konjufska. Shqipëria ka shprehur sërish qëndrimin e saj kundër deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, e cila deklaroi se po të kishte qenë në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Gjatë ministerialit të zhvilluar në Washington me temë rikthimin e terrorizmit politik dhe të organizuar nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, ministri për Europën dhe punën e jashtme Ferit Hoxha theksoi se deklaratat të tilla janë papranueshme dhe cënojnë paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin në rajon. Përsërita qëndrimin e qartë dhe të vendosur të Shqipërisë në lidhje me deklaratat e papranueshme dhe të papërgjegjshme të bëra së fundmi nga një anëtare e qeverisë së Serbisë, si dhe theksova nevojën për të hedhur poshtë pamundyshje retorikën që nxit tensione, minon stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal dhe bie ndesh me frymën e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe vlerave europiane. Në këtë kuadër të vizitës në Shtetet e Bashkuara, kryediplomati shqiptar zhvilloi dhe një takim me ministren e jashtme të Kosovës, Glau Konjufca,
Kosovëga, për të cilën diskutoi zhvillimet e fundit në rajon dhe koordinimin mes dy vendeve. Takimet me zëvendëskryeministrin dhe ministren e jashtëm të Kosovës, Klauk Konjufca, nuk ka nevojë për kalendar apo formalitet. Është gjithmonë kënaqësi të takohen për biseda të hapura dhe emisore, për të ndarë mendime dhe vlerësime mbi zhvillimet më të fundit. Qëndrimi i ministrit Hoxha vjen një ditë pasi në kuvent ku opozita kërkoi shpjegime nga mazhoranca përse Shqipëria nuk u bashkua me Kosovën në shpadhjen non grata të ministres serbe, pas deklaratave të saj që kanë shkaktuar reagime të forta në Tiranë, Prishtinë dhe më gjërë. Deklarata e ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik të Kosovës ka shkaktuar reagime të forta në Prishtinë dhe në arenën ndërkombëtare. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras e cilësoi deklaratën të turpshme dhe të dëmshme për procesin e dialogut. Ndërkohë, ndaj Paunović janë ndërmarrë nisma ligjore në Kosovë dhe kërkesa politike për shkarkimin e saj në Serbi. Deklarata e ministres serbe në detyrë Snežana Paunović ka krijuar të shkaktojë reagime të ashpra pasi ajo deklaroi se nëse do të kishte qenë në vend të Milošević në vitin 1998, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Raportuesit për Kosovën në Parlamentin Evropian e dënoi qëndrimin e ministres serbe duke cilësuar atë si një deklaratë të papranueshme që dëmton rënd besimin e procesit e dialogut në Kosovë dhe Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Terras theksoi se deklarata të tilla minojnë përpjekjet ndërkombëtare për arritjen e një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve dhe cënojnë besueshmërinë e procesit diplomatik. Proces shpallje non grata në Kosovë. Paunović tashmë përballet edhe me iniciativa të tjera. Ministrja në detyrë e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, bëri të ditur si ka kërkuar prokurorit të përgjithshëm të ndërmarrë veprime hetimore dhe të vijojë në procedurat për ngritjen e një akt akuze për deklaratat e saj. Ndërkohë në Serbi ka nisur një përpjekje politike për largimin e saj nga qeveria. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë njoftoi se 53 deputetë të opozitës kanë dorëzuar kryeministrit serb një kërkesë për shkarkimin e ministres. Ata kërkojnë një propozim të dërgohet pavonesë në parlament, megjithatë mbetet e paqartë nëse qeveria serbe do të ndërmarrë këtë hap. Analistët dhe vëzhgues në Kosovë, Serbi e shohin deklaratën e Paunović si pjesë e një retorike të vazhdueshme politike ndaj Kosovës, duke kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar jo vetëm reagime publike, por edhe masa konkrete përballë qëndrimeve që sipas tyre rrezikojnë stabilitetin në rajon. Të nderuar teleshikues, në vim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 18 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Qatorëve të pazitës në relievet malore lindore priten vranësira të reta kalimtare, por pa rishje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me një mod të nxehtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 39 gradë. Gjatë pazitën pritet rreth 13 deri në 15 orë me diell. Era do të fryelet nga drejtimi jug-perëndimor deri veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 35 gradë. Peshkopi 19 deri në 33 gradë. Tiranë 24 deri në 38 gradë. Durrës 26 deri në 34 gradë. Kavaj 25 deri në 34 gradë. Elbasan 24 deri në 38 gradë. Berat 24 deri në 39 gradë. Korçë 18 deri në 31 gradë. Vlorë 26 deri në 34 gradë.
Gjirokastër 20 deri në 33 gradë. Sarandë 26 deri në 34 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Gjatorëve të pasdites në disa zona kryesisht automalore priten zhvillime lokale të vranësirave që mund të shoqërohen me rreshje të izoluara shiu dhe shtrëngata afat shkurtra. Paraditja do të ketë një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja sjell shtim të përkohshëm të vranësirave me mundësi për rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 19 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të lederi mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metrë për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë të rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 20 deri në 32 gradë Celsius. Podujevë 19 deri në 31 gradë. Skënderaj 20 deri në 32 gradë. Pej 20 deri në 33 gradë. Prishtinë 20 deri në 33 gradë. Gjakov 20 deri në 33 gradë. Malishev 20 deri në 33 gradë. Gjilan 20 deri në 32 gradë. Ferizaj 20 deri në 32 gradë. Kaçanik 19 deri në 31 gradë. Suarek 20 deri në 33 gradë. Prizren 20 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.